Përshëndetje të dashur peshqi, të bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi ju është The Maiden, që është vajza apo e reja. Është një mesazh për fillime të reja, hapje ndaj mundësive dhe ndërtim të vetbesimit praktik. Kjo nuk është koha për ëndra, pa drejtim, por për hapa të vegjël dhe konkret që ndërtojnë diçka të qëndrueshme. Kjo letër në fakt simbolizon një fazë të re të dashur peshqi ku duhet dalësh nga zona e pasigurisë dhe të provosh diçka ndryshe, por me plan dhe maturi. Mos prit që gjithçka të jetë perfekte që në fillim. E rëndësishme është të fillosh dhe të mësosh duke e bërë. Në aspektin praktik, kjo letër do të thoshte kështu: në punë ose projekte personale, përqendrohu te përparimi, jo përsosmëria. Çdo hap i vogël është fitore nëse e bën me vetdije dhe qëndrueshmëri. Në financa mos u frikso nga investimet e vogla, përpiqu të ndërtosh gradualisht me kontroll dhe planifikim. Në marrëdhënie profesionale ose bashkëpunime, ruaj thjeshtësinë dhe sinqeritetin, shmang komplikimet ose pritjet e mëdha. Kujdes të mos kthehesh në iluzione. Realiteti i matshëm është baza jote për suksesin tani të dashur peshqi. Kjo periudhë është si një tokë e freskët, kur çdo përpjekje ndershme do të japë frut. Nëse ecën me ritëm të qëndrueshëm deri në fund të muajit, mund të shohësh rezultatet e para konkrete nga diçka që ke nisur rishtazi. Nëse shtyn nga frika apo dyshimi, mund të humbësh momentin e duhur për rritje. Kjo është një kohë për veprim të butë të dashur, por të qëndrueshëm, për ndërtim praktik dhe për zhvillim të besimit në forcat e tua. Në thelb, kjo letër sjell këtë mesazh: mos e analizoni shumë fillimin, bëjeni. Stabiliteti ndërtohet duke vepruar, jo duke pritur të dashur peshqi.